Për shëndetje, mi të dashur, të ndëgjojmë një ish votus të LDK-s, 12 vota, qysh ja ka dhonë VV-s. Mas mirë ti e spjegon kë, por a diku e spjegon në radio Istokër. Shkojmë të ndëgjojmë i lutëm. Paracitet Arbëri prej Prishtinës, deshta mirë përmes me qarë unë e gjanë që nuk është e vërtet që vetëm Mërgata e ka votuar Benkutin. Jo Arbër, Mërgata ka fushizu votën e përqindjes ka Benkutit. Bravo. Sigurisht, por unë jam dëndët antarë familjes tradicionalisht me LDK-n, dhe kësaj rade kena votu me krenari për Albin Kurti. Se? Alo, për ndëgjoni? Po, shumë mirë, më Kena votu sepse gjendja faktike që 4 vjetë është e qartë. Që thot populli ka tuni që shihet kalauz nuk dënë. E le dele dhe këja tashti, le të nashtim neve si kurse ne jem kafsh, se gjoja se ne mashtrumi shumë letë, po na mashtrojmë njëri në Cagarameta. Le shkon Hikmet e Bajrami tash, le kërkon votat e lista sërbe, që na i vrohu Afrim Zymberin, dhe na i vrohu policin Afrim Bunjakun. Për ta policë. Te këta le shkojnë në dypit tash i vota. Jo më të na. LDK-ja është vetëm një brigade e Partisë Demokratike të Kosovës. LDK-ja nuk ka të bajt asë gjanë me doktor Ibrahim Rugurën, presidentit të historik të Kosovës. Aty le shkojnë tash të dypin vota. Jo më të na. Por jena luat me fyrjet dhe poshtrimin e tyre që 20 vjetë. 4 vite që ka mora Albin Kurti, për 4 vite pas që e kam përcjellë në politikën se kam tjetë i që kufimi nuk ka me shku deri në shtime apo deri në Ferizaj. So kanë qenë këta për 20 vjetë, këna jetu me trishtim, gjakës që është dhe jetë, këta vetëm kanë ba në shime ndaj Sërbis. E sa i përpek do të Fehaziri që thotë se presidentja do të kaloj për me zyrave të LDK-s. Gjoja me e bukur për një njëri është kuraj ishe andrat me sy qelë. Se andrat me sy qelë, mujnë më kanë edhe angë. Por andrat me sy qelë janë më të bukra. Kështu që i dëshiroj dhe të Fehazirit andrat bukra. Bravo. Miq, s'kem që flasë ma shumë. Respekt për ki zotni. Ma mirë vonë se kur, kështu që njeri kur do me menu, kur do me pasanet, është shumë thjeshtë. Ju përshëndes, kaloni mirë.